Çmimi i naftës në tregjet ndërkombëtare bie, por jo edhe në Kosovë. Taksinishat e shtrejtojnë biletën nga 70 cent në 1 euro. Çmimi i naftës në tregjet ndërkombëtare pësoi një rënje pas paralajmërimeve të presidentit amerikan Donald Trump drejtuar Iranit. Ai kërcënoi se çdo përpjekje për të bllokuar rrugën kyçe të furnizimit me energji për botën do goditej 20 herë më shumë se deri tash. Si pasojë në bursat aziatike, çmimi i naftës së papërpunuar ra me 6.5%, nga $92.46 për fuqi në $88.15 për fuqi. Kjo pasoi rritjen e ndjeshme të çmimit në $120 për fuqi një ditë më parë, kur frika se konflikti mund të zgjasë solli panik në tregje. Trump gjithashtu komentoi se përshkallëzimi i tensioneve mund të jetë afat shkurtër, duke theksuar se synimi ishte të hiqej një djallë mundshëm nga rrjedhja e energjisë. Por pse një gjë e tillë nuk po ndodh në Kosovë? Tek ne akoma çmimet e derivateve janë të larta, deri në €1.50 për litër. Kur çmimet ndërkombëtare rriten, rritja reflektohet shpejt edhe këto. Por kur çmimet bien, kjo ulje shpesh nuk përçohet menjëherë tek çmimet lokale. Madje shtrejtimi i derivateve të naftës ka shkaktuar që taksistët ilegal që operojnë në linjën Prishtinë-Fushë Kosovë, të njohur si nishat, kanë rritur çmimin e udhëtimit nga 70 cent sa ka qenë në 1 euro.